dëgjuar një emër edhe t'jave, po duhet të ketë kuptim. Emrat, kuptimi i mirë i emrave nuk ka dyshim se emrat e pejgamberëve në përgjithësi kanë kuptim të bukur. Emrat e sahabeve, pejgamberi nëse nuk kanë pasur kuptim të mirë, u ka ndruar. E tash, emrat tjerë duhet me të vërtet çdo një prind që i ve fëmijës të vet një emër, duhet t'ia di kuptimin. Disa mendojnë se duhet paqëtër emri të jetë në një gjuhë të huaj, në gjuhën arabe. Jo. Lirisht emrin mund t'ia vesh fëmijës tënd edhe në gjuhën tënde, po me kusht që të ketë kuptim të mirë. E tash, disa u vën fëmijëve të vet emra të cilat burojnë nga Greqia antike, nga romakët, tash edhe nga filmat latino-amerikan. Dhe ndoshta ato emra kanë qenë emra të disa krijesave, trupave, që i kanë konsideruar ata zotra atëherë. Kështu që këta emra nuk lejohet të vehen. Emri që ata ja kanë vënë një zot, e kanë quajtur atë emër dhe e kanë besuar atë si zot, nuk bën t'i vehet. Po ashtu emri të cilit nuk ja di kuptimin, vetëm se e ke dëgjuar ti, nuk bën, po ashtu edhe atë emër që ja vesh fëmijës ton. Pse? Sepse ti nuk e di çfarë kuptimi ka. Duhet ta dish kuptimin e pastaj t'ja vesh emrin. Dhe në qoftë se nuk janë emra pejgamberësh, ose emra të shokëve të pejgamberit, ose të ndonjë dietari të madh që ka lënë gjurmë në historinë islame, atëherë emrit me të vërtet duhet ta zgjedhësh një emër i cili ka kuptim në gjuhën tënde, e jo t'ja vesh në gjuhën e huaj dhe nuk e di ti se ka kuptim. Kështu ne dëgjojmë shumë emra sot, të cilët emra vehen për fat të kesh në gjuhën shqipe, por që nuk janë në gjuhën shqipe. I vjen shqiptarët musliman, por nuk janë në gjuhën shqipe. Mund të qenë frangjisht, mund të qenë anglisht, mund të qenë latinisht, mund të qenë edhe greqisht. E tash muslimani shqiptar flasim, nuk ka çka kërkon në ato emra. Ai duhet të ndalet ose një emër si musliman që vjen të një pejgamberi, të cilit ai beson, ose atëherë le ta zgjedh emrin në gjuhën e vet. Ose nga emrat e bukur të Allahu xhalleshanu, por duke ia shtuar fjalën abd, rob. Për shembull vjen emrat Abdurrahman, Abdurrahim, e kështu me radhë. Do të thotë këto janë emra të bukur të Allahut, të cilëve ne u shtojmë fjalën abd, që do të thotë rob. Pra Ar-Rahman do të thotë bamirësi. Abdurrahman, rob i bamirësit. Abdullah, rob i Allahut. Abdul Malik, rob i sunduesit të botrave, e kështu me radhë. Edhe këto emra pra se janë emra të bukur të Allahut dhe ti ja shton atë rob, atëherë kjo është sevap, në atë kuptim është një vlerë se ti don që emrin e bukur të Allahu xhallashanuhu ta përdorish te fëmiu i normalisht duke ja shtuar rob, e nuk mund t'ja vesh Er-Rahman. Er-Rahman nuk bën ti vet emër fëmijut. Apo El Aziz, po duhet Abdul Aziz. Po as Er-Rahim nuk mund t'ja vesh, sepse këto janë emra të bukur prej 99 emrave të bukur të Allahut. Dhe nuk mund njeriu të quhet me ato emra, por duhet të shtohet fjala Abd përpara. Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdurrahim, Abdul Malik, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kjo tregon pra se muslimanët, atëherë muslimani don që t'ja vën emrin të cilin Allahu xhalleshanu e ka quajtur vetveten dhe ky thot un jam rob i Allahu xhalleshanu dhe duke quajtur Allahu xhalleshanu me një nga emrat që ai e ka quajtur vetvetet. Për atë edhe statistikat e fundit për shembull tregojnë se në botë në përgjithësi, bile një statistikë ka qenë për në Britani, emri Muhammed u ka tejkaluar emrave të tjerë. E tash nuk mund dikush të vjen edhe të thotë se emri Muhammed është emër arab dhe ne nuk ja vëmë. Jo, kjo është emër arab, po, do të thotë lavdrim. Mirë po është emër i pejgamberit. Dhe ai muslimani që ja ve emrin Muhammed fëmijët të vet, nuk ja ve se emri është në gjuhën arabe, po ja ve se është emër i pejgamberit të fundit të Allahut xhalleshanu. Nga dashuria ndaj tij. Dhe kështu vjen edhe Zvicrani që bëhet musliman edhe Gjermani që bëhet musliman, edhe Amerikani që bëhet musliman, edhe Anglezi, edhe Kinezi që bëhet musliman. Nuk thot ai se është në gjuhën arabe apo kinezisht, po thot ky është emër i pejgamberit. E tash nëse ti nuk ja ve këtë emër, atëherë tamam, mund t'i vesh emër tjetër, por me kusht që të ketë kuptim. Për atë pra është rregull e përgjithshme që çdo prind duhet ta di, fëmiu të vet t'i zgjedh emër të bukur. Emri duhet të jetë ose
në gjuhën e vet ai në të cilën flet, që ç'a di kuptimin, ose në qofse e zgjedh në ndonjë gjuhë tjetër, atëherë bile të jetë për një motiv. Si për shembull, ose pse është emër pejgamberi, ose pse është emër i shokut të pejgamberit apo i ndonjë dietari të madh. Përndryshe duhet të ndalen njerëzit në ato emra të cilëve vadin kuptimin e mos të zgjerohen me emra të popujve të tjerë, me të cilët nuk na lidh kur gjë neve, as feja, as kombi, as gjuha, as traditat, po bile me disa as kontinentet, kështu që nuk mund t'i qavesh, për shembull, fëmiu tënd emrin e një artiste që e ke parë në një film, aqet Meksikos ose të Venezuelos ose ku diçka. Kjo është gabimi më i madh që e bëjnë muslimanët. Pasi ti vihet emri, normalisht se duhet edhe ti këndohet emri siç përdoret te ne. Pra duhet t'ja lexosh ezanin në veshin e gjatë, edhe t'ja këndosh emrin. Është fatkeqësi kur dëgjojmë se disa prind, kur ua kemi treguar këtë në për ligjërata në disa xhamia jashtë vendit flas, në mërgim dikun, disa janë habit. Edhe thon pse vall, a thua se duhesh ka ti këndohet emri? Po, kështu ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prindi e ka obligim ndaj fëmijës të vet. Obligimet flasim se çfarë përgjegjësie mban prindin e fëmijës të vet edhe që këndon emrin. Nuk është patjetër ta gjesh një hoxh. Nuk është patjetër hoxha të vinë, këtë mund ta bën edhe prindi vet, ama me kusht ta dije ezanin. Këtë e themi se për fat të keq në kohën tonë ka plot prind të cilët nuk e dinë ezanin, edhe pse musliman janë. E tash duhet ta dije ezanin. Çka dihet mësohet për 5 minuta mund ta mësosh se si thirret ezani. Nuk ka nevojë ta dredhish zanin. Nuk është qëllimi me ezanin, zani të dridhet, edhe ta zgjasësh, edhe të tregosh se sa zanin e mirë. Kjo është muhabet vetëm. Qëllimi është ta thuash ezanin edhe vetëm ta recitosh Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, do të thotë këtë mënyrë. Duhet që këndosh emrin. Pastaj po ashtu kur lind fëmia në krye të 7 ditëve, ashtu si është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet normalisht të hiqen flokët, të ruhet koka dhe në sasi të asaj të jepet sadaka. Kur themi kët, themi se kjo është mirë, nuk është obligative, domosdoshmë bëhet, është sevap bëhet në këtë kohë. Po ashtu është mirë, pra sevap është jo obligative që të theren kurban, të therish kurban për fëmijën që të ka lind. Te ne bëhen dreka, ose dikun t'i thunë babina, ose ku e diçka, pra kanë emra të ndryshëm, por qëllimi është ai tubimi që bëhet, ajo dreka që bëhet me rastin e lindjes së fëmijës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se si duhet të bëjmë. Gëzimi nuk është e ndaluar që muslimani të gëzohet, dhe këtë gëzim ta shpreh në mënyra të ndryshme, por njëherë duhet ta kesh parasysh sunetin e pejgamberit, si ka thënë pejgamberi, pse është një lloj sadakaje, ajo për atë fëmijën e vogël, i cili lindet. Normalisht pastaj vjen edhe periudha e sunetimit. Çështja e sunetimit është obligim që prindi duhet t'ia krijë fëmijën të vet. Do thot muslimani, prindi musliman. Sunetimi është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka tretmanin apo statusin e vajibit. Veprës që në medhebin Hanefi është nën farzit apo sunetit shumë të fortë. Muslimani duhet të bëhet synet dhe duhet ta bëj edhe fëmijën e vet normalisht synet, se këtë kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu ka vepruar edhe Ibrahimi alayhis salam, kështu kanë vepruar të gjithë pejgamberët e Allahut që i ka dërguar Allahu xhallashanuhu. Sunetimin e praktikojnë edhe disa popull tjerë. Normalisht sot edhe bota bashkohore në perëndim, në veçanti i sunetojnë fëmijët. Ata i thonë do të thotë intervenim kirurgjikal, do të thotë intervenojnë mjekët me qëllim sepse sunetimi apo intervenimi ata që i thonë kirurgjikal në organin e fëmijës ndikon që njeriu të ruhet prej shumë smundjeve të cilat mund t'i paraqiten, dhe ai i cili është i bërë sunet është shumë më lart këtyre smundjeve se sa një njeri tjetër i cili nuk është i bërë sunet. Dhe ata e bëjnë për shkak të pastërtisë, pra perëndimi e preferon në për disa spitale në perëndim, pa e pyet prindin fëmin e bëjnë sunet. Pse? Sepse është thonë ata është pastërti. Ndërka që ne muslimanët këtë kemi edhe obligim fetar, ritual fetar. Allahu xhallashanuhu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne ka mësuar sunetimin ne.
Pra muslimani duhet të mburret, duhet të jetë krenar që të takon kësaj feje, sepse